Pas daljes surprizë në emisionin Robi Plaket kur don vet, Nora Istrefi dhe Robert Berisha kanë ndezur rrjetin. Ish çifti më i komentuar i muzikës shqiptare ka konfirmuar zyrtarisht rikthimin në bashkëpunim profesional, duke lënë publikun mes nostalgjisë dhe dyshimeve. Atmosfera në studio ishte plot energji pozitive, batuta spontane dhe një performancë live me Robi Ban, e cila u prit me entuziazëm të madh. Interpretimi i tyre i përbashkët u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale, ku ndjekësit e panë si një moment simbolik, a ishte thjesht muzikë apo diçka më shumë. Pavarësisht historisë personale, Nora dhe Roberti treguan se sot raporti i tyre është i maturuar dhe i bazuar në respekt të ndërsjellë. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Së fundmi, ka qarkulluar posteri zyrtar që konfirmon se dy artistët do të performojnë bashkë më 2 janar, në kuadër të festave të fundvitit, një lajm që ka rritur edhe më shumë kurreshtjen e publikut. Ky rikthim po shihet si fillimi i një etape të re, ku muzika duket se ka bashkuar dy rrugë që dikur u ndan. A do të jetë ky vetëm një bashkëpunim skenik, apo po hapet një kapitull i ri edhe jashtë saj? Çfarë mendoni ju? A ju pëlqen ky rikthim? Shkruani mendimin tuaj në komente.